A ka gru me ndershme në ftyrë tokës se Aisha radiallahu anha? Nuk ka. Aishën e ka pastru Allahu në nderin e saj me 19 ajete në surën Nur. 19 ajete kanë zbrit për të tregu se Aisha është e pastër, madje më e pastër se Loti në nderin e saj. Kësaj Aisha, motër nderuar, kësaj gruaje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vajza e Abu Bekrit Siddiqut radhiyallahu anhu, me gjitha privilegjet, gruaja që Allahu xhallahu ala thash e ka pastruar në nderin e saj. Kësaj gruaje dhe të tjerave të ngjashme të, Allahu po i thot fala takhda'na bil qawl. Kujdes si po folni. Kujdes si po komunikoni, veçanërisht me gjinin tjetër. Mos u llastoni në të folët e juaj. Subhanallah. A është e mundshme ti thuhet Aishës kujdes s'po fol me tjetër kan? A është e mundshme me thon Aishës kujdes shpejt rrugës? A është e mundshme me thon Aishës kujdes si po lëviz, si po sillesh? Kujdes se mund ta provokosh dikën me kët? A është e mundshme këtë thot Umi Selemes? A është e mund të thot Zejnebit kjo? Po Allah i ka thënë atë. Allah i ka thënë, kujdes. Kujdes. Prandaj, gruaja muslimane gjithmonë ka çfarë të shton në kujdesin e saj. Dhe sa herë kemi përmend, ndoshta Aishës Allah i ka thonë, subhanallah, kujdes në fjalët e tuaja. Aisha çfarë ka fol? Aisha ka qenë nona e ashabëve, nona e jon, nona e besimtarëve. Po i thot nonës kujdes s'po flet me bijtë tua. Çfarë ka komuniku Aisha me bijtë e saj? Ka transmetuar hadithe. Ju ka treguar çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe këtë e ka bërë pas perdes, askush nuk e ka pa ftyrën kurr. Apo kështu Aisha ka komunikuar me botën e jashtme. Kësaj gruaje Allahu po thotë kujdes. Apo se mund të provokon dikën dhe provokimi i dikën tjetër e rënon projektin e takvallokut, nuk bëhesh nderuar. Nuk mundesh me vazhdu më tutje me llogarit në devotshmëri, nga si duke e rënuar me këtë provokim. Nuk po e llogarit të Allahu a ki me qëllim as e ki me qëllim. Këtu nuk është ka bëhet për punë për njetin. Ja. Larga asaj me qëllim me provokuar Aisha dikën. Së më rëndësi qëllimi, është më rëndësi gjendja jote, sjellja jote, kujdes. Në qoftë se Aisha me perde, apo nona e besimtarve, mund të provokon. Atë çfarë themi për ato motra muslimane që ende nuk e kanë vendosur shamid në kokët e tyre, që sa dalin mund të jenë provokim për dikën? Sa kanë hisë ato në këtë atë? Ose ato të tjerat që e konsiderojnë shamin mundësi për zbukurim më tepër se që është mundësi për devotshmëri? Pesar kemi për të çështje që jemi të kujdesshëm. Pastaj në biseda mund të jetë një motër muslimane në shkollë. Kujdes si po flet me kolegun e shkollës. Kujdes si po sillesh në rrugë. Kujdes si po ec. Kujdes nga se të gjitha këto të llogariten në devotshmërinë tënde. Pavarësisht a ki ti qëllim apo nuk ki qëllim. Dikush mund të thotë, mos është kjo pak dozë e tepruar si po na drejtohesh hoq. Unë po i flas me fjalët e Allahut azza wa jall. Në qoftë se nuk ka qenë dozë e tepruar që të komunikohet kështu me gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mendoj që për çdo kompanive është dozë e merituar dhe e mjaftuar. Prandaj fala takhda'na bil qawl. Thot fayatma alladhi fi qalbihi marad. Nga se mund të lakmon, mund të provokohet, mund të rrëshqet ai që në zemër t'i ka smundje. Për kënë bëhet fjallë ai që në zemër t'i ka smundje? Kush ka komuniku me Aishën? Kush ka fol me ta? Ashab të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mund që të fshihet në zemrën e njëjtë një epsh, Allahu na ruaj. Dhe një komunikim i pa kontrolluar, një shikim i pa kontrolluar, një lëvizje pa kontrolluar mund të kushton shumë shtrejt. E që ne nuk i kushtojmë vëmendje kësaj aftën. Ne kështu Allah i edukon, timi qartë, edukata e cila nuk ndërtohet në transparencë, edukata e cila nuk ndërtohet në komunikim të drejtpërdrejt, kështu jemi. Edukata e cila nuk ndërtohet në qitje sheshazit të metave tona, nuk është edukatë.
Edukata që bëhet me politik, edukata që bëhet me llastime, edukata që bëhet me lajka, kjo nuk është edukat. Andaj Sheikh Hussein ibn Taymi rahimahullah, kur ka qenë në burg, i ka dërguar letër nxënësve të tij. Dhe u ka thënë: "Ma bëni halal për çdo fjalë të rënd që ua kam thënë juve." Ibn Taymi rahimahullah çfarë fjalë ka thënë? Ka qenë i njohur në gjuhën e tij për kujdesin e madh që ka pas. Po nganjëherë i ka qortuar ndoshta qortim pak që ata e kanë konsideruar të tepruar. Thot: "Ma bëni halal për çdo qortim të tepruar që ndoshta ju kam rënduar me të." Thot: "Mirë, po dini se qëllimi ka qenë pastrimi, nga se në qoftë se dy durt janë të papastërta, nuk mund të pastrojnë pa u fërkuar mirë mes vete. Edhe ne nuk mund të pastrohemi në qoftë se nuk ballafaqohemi guximshëm me tmetat tona. Në qoftë se nuk e demaskojmë tërësisht veten tonë përballë ajeteve kuranore. Valla nuk mund të pastrohemi kurrë. Me lajka do ja bëvë të qefin, najna mirë, qka ka, qysh ka, duke urujt, se mi a thonë këtë fjallë mund mu prek, me bo me thonë kështut, tani s'vjen më kur, me bo me ja përmen kështut, kjo nuk ka edukim. Nuk ka edukim me alergji, nuk ka edukim me të prekun, nuk ka edukim me idhnim, kështu edukim nuk ka. Edukim ka me ballafaqim të drejt për drejt. Që kjo është pasqyrja. Jo ta akuzojmë dhe spifim. Po nëse Allahu thot kujdes Aisha si po flet, atëre kujdes edhe ti motër si po del në rrugë. Nuk është e mjaftueshme mbulimi i kokës dhe tëra. Kjo s'u kry komplet. Ka shumë gjëra që duhen të bëhen. Pa nuk është turp nganjëre kur kalim ose për arsye të caktuara njëri nganjëre në për kafene të caktuara sheh motra muslimane duke pi kafe, duke qesh, duke vendos pozicione të ndryshme kështu me radhë, dhe mendon se është mbuluar dhe ka përfunduar procesi i kujdesit të saj apo. S'ka përfunduar. Tesha s'është fundi i hijabit. Pre aty fillon kujdesi specifik, si duhesh të sillesh kudo qoftë, në familjen tënde. Si duhet të sillesh në rrugën tënde, në shkollën tënde, madje në qofsha në punën tënde, kujdes. Ruaj maksimalisht. E mos i u dorëzo qëllimit, se unë s'kam për qëllim. Nga se këtu Allahu xhallahu ala, kështu i ka edukuar gratë ashabëve të pejgamberit, ose para kësaj gratë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.